Të gjithë sistemet, edhe ato të cilat janë shumë të lashta, sa i përket trashëgimisë, janë të lidhura ngushtë me disa aspekte. Me aspektin e sistemit të normave, të shoqërisë përkatëse. Çdo shoqëri ka veçoritë dhe karakteristikat e saj. Pastaj një aspekt tjetër i cili përcakton dhe mbi të cilin ndërtohet sistemi i trashëgimisë është struktura sociale i cili popull përkatës e ka ndërtu strukturën sociale të veten konform identitetit dhe tipareve të tyre, si dhe aspekti i tretë i cili dikton rregulla dhe kritere mbi të cilat e ndërtojnë ata popuj sistemin e trashëgimisë është organizimi familjar. Do të thotë këto mund të themi janë ato tri themelet kryesore mbi të cilat çdo sistem i trashëgimisë e ka ndërtu konceptin e vet. Sigurisht se në të kaluarën pronësia familjare, religioni kanë pas impaktin e jashtëzakonshëm në përcaktimin e atyre rregullave, po themi, të cilat kanë të bëjnë me trashëgimin. Religioni i shtëpisë trashëgohej prej antarëve të familjes dhe konform dhe në pajtueshmëri me rregullat dhe parimet e religionit përkatës që trashëgohej prej shtëpisë, edhe sistemi i trashëgimisë diktohej nga të njëjtat rregulla. Zakonisht në të kaluarën, qoftë tek sistemi grek apo tek ai romak, por edhe tek arabët para se të zbret Kurani famlar, kryesisht ka qenë një prej kritereve bazike tek trashëgimia dhe tek ata cilët janë trashëgimtarët e pronës së pasurisë familjare, kriteri kryesor pothuajse në të gjitha sistemet ishte se mashkulli trashëgonte mashkullin, dhe tek arabët para se të zbret Kurani dhe para se të vije i dërguari i Allahut Muhammedi a.s. ata miqësinë dhe armën e kishin edhe si një kriter i cili diktonte dhe i jepte të drejten familjarëve përkatës që t'jenë ata trashëgimtarët e pasurisë së tyre.